A mendon Violet që jemi shembull i mirë? A janë në fakt vipat kosovar shembull i mirë për rinin? Unë mendoj për mendimin tim jo. Pse? Nuk e di. Unë mendoj që është pak e tepërt. Edhe janë të jap shumë shembull keq për rinin, për shkak që po mendon që është mirë. Po. Një 16 ose 17 vjeçore, edhe po bën çmos për me boll çatsan, për mu duk mirë edhe me ronë sy. Po mendon që ka njerëz që bëhen të famshëm vetëm për me ranë sy? Unë mendoj që po. Përmes TikTokut, Instagramit apo përmes televizionit? Përmes TikTokit më shumë edhe përmes televizionit. Po tanë? Mendoj që ka shembull edhe të mirë, ka shembull edhe të keq. Varet tash te ose publiku varet këndon me ndjek. Ose çfarë shembulli dën me marr prej dikujt. Po sigurisht gjithkush që ka famë e jep një mesazh. Është një shembull për dikon. Se jo veç hajt e ndjekun njerëzit dikon të famshëm. Unë shpesh një thonë, për shembull në Kosovë thonë, krejt po knojnë. Krejt Kosova janë bë këngëtar. Pse mos më bë? Shembull. Kur shkonin në market, hinin në market, a doni me pas pak produkte a shumë produkte? Shumë produkte. Edhe në muzikë është kjo, edhe në krejt sferat është kjo. Edhe në muzikë ki shumë produkte. Do më thonë shumë mirë që ka shumë produkte. E ti vendos që ka po dënë me ngu. Kur ki zgjedhe shumë, e zgjedhe ma të miren. Ose ma të miren për shijen tone. Edhe besoj që kjo du të me ka në kritë fushat. Pse jo? Pse mos me provu aja? Ka shumë njerë që kanë shumë talent, edhe nuk ju ka jap një mundësi. Këto do e më thonë talenti, respekt për talentin, se talenti vetë delë si përfaqe. Po ka shumë këngëtarë që nuk di me kënu. Po, tani është tjetra, ka dhe shembuj të këqi, për shembull ka njerëz që po përmend TikTokun, ka njerëz që sot TikTok nuk di që ka përfatsojnë ose çfarë shembull i japin. Në shumicën e rasteve në TikTok ki shomje, ki degenerim, e tani këto gjona do të mi dallu. Do të mi dallu diçka që ka është e keqe. A është fama TikTokut? A trajtohet si famë? Menoj se po, se sot një dikush që po merret me TikTok po merr famë. Në mundu me thonë, po a i s'ka dollë kur në ashtë në televizion. Po a i është i famshëm. Ti sot me vetë për dikon që bën video në TikTok, në ashtë me hi me vetë njerëz e njohin. Thonë, po, një këto, ku ke po në TikTok? Do më thonë, është një lloj fame që edhe rrjetet sociale ta japin. Po tash e keqja është se po përdoret për të keq shumicën e rasteve. Por unë mendoj që ajo e TikTokut nuk është një famë që zgjat. Sepse vjen çdo herë një mëjëri, e kupton? Një njeri që bën degenerim më keq, edhe më keq dhe harrohet ai. Më kupton, nuk është një famë. Ajo është edhe qyshe mirë mban ti famën, se edhe një këngëtar mund me kon shumë i famshëm, edhe nuk vazhdon me bë diçka të re dhe ai shuhet. Po flasim për njerëz që janë bërë të famshëm TikTok me një video, ato patjetër që s'din ta mirëmbajnë famën, se i ka ardhur bum. Më kupton? Po. Është bërë një video viral